Era dhe Strefi dhe Gjesti, dy prej emrave më të njohur të skenës muzikore shqiptare, janë parë së fundmi së bashku në New York, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut. Këngëtarja e hitit të titulluar Bon Bon ka publikuar një video në Instagram ku shihet brenda një veture me artistin Gjesti, çka ka nxitur reagime dhe spekulime rreth një bashkëpunimi të mundshëm mes tyre. Megjithatë, shpejt u zbulua që ata do të performojnë të premten në një klub në New York. Ky event që pritet të mbahet të premten do të mbledhë disa nga emrat më të njohur të muzikës shqiptare. Përveç Erës dhe Gjestit, në skenë do të ngjiten dhe Lyri Kallson dhe MC Kresha, dy prej figurave më të rëndësishme të hip-hopit shqiptar, të cilët do të sjellin atmosferën unike që i karakterizon. Ndërsa nuk ka ndonjë bashkëpunim artistik të konfirmuar mes Erës dhe Gjestit, fakti që janë parë bashkë në New York dhe do të performojnë në të njëjtin event ka ngjallur kurreshtit të publiku dhe fansat e tyre. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.